Imagjinoni këtë, një ditë me diell, një grup shokësh shkojnë në një pyll të bukur. Ata nxjerrin ushqimin dhe pijet, gati për një piknik perfekt. Të qeshurat mbushin ajrin dhe jeta duket e mrekullueshme. Por kur dita mbaron, ata mbledhin gjërat e tyre dhe ikin me makine. Çfarë mbetet pas? Qeset plastike valviten në ere, kanaqet mbulojnë tokën dhe shishet notojnë në përrua. Pylli, dikur i gjallë dhe plot jetë, tani duket si një sken nga një makth. Kafshët që dikur jetonin këtu tani shikojnë, të hutuar dhe të trishtuar. Ato largohen nga rrëmuja e lënë pas. Një iriç pengohet te një shishe e hedhur, një bretkose hidhet nga uji i ndotur e dëshpëruar për t'i shpëtuar. Zogjtë që dikur këndonin këngët e tyre të bukura tani janë të heshtur. Pylli po vuan. Veprimet tona kanë pasoja. Ai piknik perfekt tani është një simbol i pakujdesisë dhe mos respektit. Natyra po kërkon ndihmën tonë. Miq, është koha për të ndryshuar. Herën tjetër që shkoni për piknik, mos harroni të merrni gjithçka me vete. Çdo copë mbeturin që lëm pas ndot tokën dëmton kafshët e egra dhe shkatëron bukurinë e hapësirave tona natyrore. Ne kemi fuqinë të bëjmë një ndryshim. Le ta respektojmë natyrën, të pastrojmë pas vetes dhe ta ruajmë botën për brezat e ardhshëm. Faleminderit që më ndoqët dhe le të bëjmë të gjithë pjesën tonë për ta mbajtur planetin tonë të pastër. Kujdesuni.